për këtë punë. Do më thonë, gofa një masni, nëse ka pra Ermal për më këty në pyetjen tonë, nëse kish pas arsye me ndryshu rezultati, janë debakli për shembull i debatit mbrëmshëm të Glauco Njuftës, nuk po jo si individ, po si përfaqësues i kësaj partie, kësaj qeverie, që në asnjë pikë nuk ka mujt me sqaru kur gjë. Edhe domthonë të tre përfaqësues të opozitës, secili në mënyrën e vet, dikush më mirë, dikush më keq, ose më pak mirë, e kanë shpërfaq mos kompetencën e kësaj qeverie, mos punën e kësaj qeverie, edhe ajo që kjo qeveri ka arrit me bo deri mbrëm, edhe deri këto ditë, është me mbulu me PR, me manipulime, mos punën, e mbrëm për shembull është shpërfaq që nuk mund të gjithë. Dikur za tetësh edhe nuk mund është gjithmonë me mashtrime, me tregu që jetu bo diçka kur që jetu bo kur që. Prandaj nëse ka ndryshim, ishte dashme qenë që ky ndryshim që njerëz me pa, ku është të na çu kjo qeveri, e mos me harru me përmend deklaratën e ambasadës amerikane për gasin, deklaratën e ish ambasadorit Ovenir, po mos me harru edhe me përmend edhe sekretarit Rubio, pardjem duket, në pyetjen e senatorëve që ishin në Kosovë, për ardhmërinë e Kosovës NATO, i cili mënyrë shumë drejt për drejt as në agjendë nuk e kemi. Mënyra që është shpreh tregon për mënyrën se s'ka mendon ajo administrat për këtë qeveri. Edhe që nuk dën me favorizu në asnjë mënyrë. Jo, nuk fol për këtë qeveri. Jo, për qeverinë e Pakistanit kur fol për Kosovë. Jo, fol për agjendën e NATO-s që thotë që nuk e kemi pjesë të agjendës. Po. Se kena thonë, mu vjen mirë që ti pe korrigjon atë Amazon. Ata po tregojnë ty që s'janë tu marrë me ty hiç. Jo me kërkon. Edhe nuk, jo që t'jo, po merren me shumë kanë tjetër. Çish me kërkon? S'ka zgjerim po thot, dhe këtë nuk po ja themi asnjëherë. Hajde regjia deklaratën e Rubios. Po. 160. Nuk mund të flas për xherimin e NATO-s. Dua të jemi sinqert me ju, dhe bazuar në takimet e mia të fundit me ministrat e jashtëm, ajo që kam parë aktualisht, nëse flasim në terma të përgjithshëm, NATO-ja është e fokusuar në disa gjëra tjera që u ngritën sot këtu. Dhe zgjerimi, veçanërisht në rastin e Kosovës, por edhe tema tjera, nuk janë më gjëja kryesore agjendës së këtyre vendeve, por kjo nuk do të thotë se nuk do të ndodhë kurrë. Shpresoj që ndonjëherë kemi mësuar që të sillen kur shkon mandej mja nis me fund. Shumë mirë, unë mendova shumë. Po sidoqë të jetë, me pasqen vetëm përgjigje formale, dashamir se kishton po shpresoj që do të mundohemi, do të bëjmë. Mënyrë shumë të qartë po thotë ju, sepse dihet që në diplomaci çfarë gjuhë përdoret është e qëllimshme. Ti mund të përdor një gjuhë që thu fatkeqësisht në këtë moment smujna, ose këto që thotë na se kemi një as në plan. Sepse këto po shkojnë në seri goditet e një pasnjëshme, edhe mënyra se si, edhe mos emërimi ambasadorit, dhe gjitha tjerat, tash një farë mënyre, ambasada amerikane me këtë deklaratën që edha ambasadorja ose ushtruesja e tyres, edhe ambasada, edhe ish ambasadorët e tjertë, po i thojnë votuesve, mendoj une, që duni me ditë ka po votoni. Apo votoni për një parti politike e cila që 5-6 vjet e ka sabotu mënyrë aktive këtë projekt, edhe ka vepru mënyrë aktive kundër interesave Shtetit Bashkuara Ballkan, apo doni me votu për njerëz që dojnë me ndryshu këtë sistem. Çështo e shohun, tash e shohin